Në fshatin Hasturkas, njësia administrative Libovsh, situata pas përmbytjeve mbetet e vështirë dhe 24 orë pas daljes së lumit Seman nga shtrati. Niveli i ujit ka shënuar një rënje të lehtë rreth 20 cm, por banesat e përmbytura ende mbetet të pabanueshme. Rreth 20 familje janë detyruar të largohen dhe janë strehuar në zona më të sigurta. Banorët raportojnë dëme të konsiderueshme në ekonomi dhe infrastrukturë. Tokat bujqësore përfshirë vreshta, udhing, kultura, forajgjere dhe stane janë përmbytur. Dëme janë shkaktuar edhe në Koshere Bletësh, ndërsa argjinatura e lumit ka psuar çarje në disa segmente, duke rritur rrezikun për një vërshim të dytë të ujit. Forcat e ushtrisë dhe autoritetet lokale kanë ndërhyrë për të shpëtuar bagtit dhe për të evakuuar banorët e izoluar. Pavarësisht këtij angazhimi, banorët bëjnë apel për ndërhyrje të shpejtë nga bordi i kullimit dhe institucionet përgjegjëse për të riparuar argjinaturën dhe për të vlerësuar dëmet. Situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa komuniteti lokal pret masa konkrete për të parandaluar përmbytje të mëtejshme dhe për të siguruar mbështetje për familjet e prekura. Sot u gdhim pak më tjetë duke parë situatën që ujërat po tërhiqen, po frika ka qenë e madhe sepse është një gjë që se kemi jetuar ndonjëherë. Në këtë menaxhimi me çka kemi dëgjuar hidrocentraleve, që portat hapen pa kriter, u shkarkua sasi e madhe ujit. Thonë që do vinë, po siç e thashë ne si kemi jetuar ndonjëherë këto dhe nuk e dim çfarë do ndodhin. Kërkojmë, siç kemi kërkuar dhe ka kërkuar gjithë, po shpresat janë pakta sepse shteti tërkohën ka qenë i neglizhent. Ka qenë, janë premtuar, sa kam dëgjuar, shikojmë çfarë do ndodhin.